Këtu ke kjo jona, ne jemi larg gjithë projektit tit, jemi ke shkolla muzikës. Po pra. Jemi jashtë fare, as e para, as e dyta, as e treta, as e As rrugën nuk kena katërt, as ke rrugë, as jo. Mbi të gjitha këto vlerësime to që i kanë bë, nërmjet bashkisë, bashkia neve duhet na japi vlera që kanë nxjerrë bashkia që është shumë e ulët, afërsisht 200 milion për 4 familje. Kurse vlera e gjukatës është 1 miliard për 4 familje, se ka dalë nga 250 milion. Kurse për ta riparu s'duhet më shumë se 80 milion. Me pllaka gurit, sistemume, godinash austriake, rikonstruksion italian, rikonstruksioni jon, riparoje, boje, ngele aty gjë shumë e bukur. Nuk ka arsye pse të prishet. Kupton apo? Edhe kështu që as me banorët nuk krijon kontradiktë. Se do jetojmë këtu, nuk jemi se jemi, do jetojmë ne, fëmijët e gjitha, kupton apo jo? Kështu që problemi mund zgjidhet shumë kollaj. Me një mirë kuptim mund zgjidhet shumë kollaj. Kemi 70 vjet, kemi lindur aty. Pa ide partish, e majta, e djathta, e kuqja, e verdha. Flasim për jetesë. Flasim për pron për jetesë. Jetesa kështu zgjatet. Nuk i krijon as depresion. Ne kemi 7 muaj, jemi bërë ky ka 4 operacione me ilaçe. Kupton, për na shkurton jetën. Pse depresioni? Kush do na e paguaj depresionin? Gjendjen, çështën do ndiqet se banorët janë gjithë të irrituar edhe të vendosur. Gjyqin e fundit që ishëm, ke gjyqi i 34 vetave, gjyqtarja kur avukati jon paraqiti daljet nga shtëpia, që gjykatja ngeli habitme, si ka mundësi tha. Qa vendimi ka marrë gjykata? Jo, gjykata ishte i dha vendime për 2 ditë, i tha do paraqitesh mas 2 ditësh, që asnjëherë nuk është dhënë vendim për marrëna 2 ditëve. Marrëna 2 ditësh u paraqitën, kërciti telefoni, u pezullua e shtyn pastaj. Pra e kanë pezullua? Po. E pezulloi se do hipte vendime ajo që mos të preken, mos të prek. Pra ndërhyn dhe ke gjykata? Telefonat edhe u ndërprej. Bile gjykatësia ishte shumë e indinjuar, si ka mundësi. Ju ullën tavolinë, dalje nga shtëpia. Dil nga shtëpia vlla. E kuptoj. Faleminderit. Si ka që bëhet një super pol fantastik aty, bëhet një qendër, një gravitet të ri aty në Durrësin e Vjetër. Na duhet shumë edhe për imazhin dhe për turizmin edhe për ekonominë, na duhet shumë. Ne kemi parë të lidhur me ndërhyrjen e portit. Banor, çfarë do bëni ju tani e tutje? Me një zë. Do pranoni të dilni nga shtëpia kur të vi fadroma? Jo. Një mesazh për kryeministrin të fundit? Të rishikoj projekti, pa i thot po e rishikoj. Jo, nuk i gjetur rrugë për E qartë, e kuptoj. E kuptoj. O zotni, ta anulloj projektin fare, aty nuk ka shtëpia me shem. Aty janë rikonstruktor shtëpia. E qartë. Restaurim, ti restauroj shtëpia, ti bëj si deta i, ty me ikë lagja, huk Durrësi. E kuptoj. Kemi kërkuar takim me ambasadën amerikane, presojmë që do na kthejnë përgjigje, sepse kjo bëhet dhe në emër të investimeve, jo vetëm strategjike, po I ka çuar mesazh dhe në Departament Shtetit. Departamentit Shtetit dhe ambasadës amerikane, po presim sepse tu kemi cënim të drejtës së pronës, cënim të drejtës së strehimit, cënim të drejtave elementare qytetare. E qartë. Faleminderit. Ja sa më shkëlqyemi në UNESCO nuk është dakord me këto vendime që marri për banorët. Besoj UNESCO se përmeni dje ke podcasti. Po pra. Ti të rasti menes, besoj nuk është dakord. Nuk është dakord me gjithë. Kupton atë, ti të rasti menes se ka dorë qeverin, po na ka dhe ne. Ne jemi më shtet ka ai, kemi besu, po me këtë besim po e shkel me kam. E kuptoj. Të nderuar miq, zoti kryeministër, këto janë përgjigjet që vinë nga banorët e Durrësit. Zbardhëm fjalën tënde, pikë presje dhe e përballëm atë me çfarë thon banorët. Kjo është e vërteta. Pra ne kemi të dy krahat. Fjalën tënde dhe çfarë mendojnë banorët për atë që ti e konsideron si projektin e madh të rihetëzimit të Durrësit antik. Çështja është që sipas banorëve, jo vetëm që nuk ka rihetëzim, jo vetëm që nuk ka gërmime të reja, sepse sipas tyre edhe gërmimet e vjetra që u zbuluan tek Veliera, Bashkia Durrës i betonizoi dhe nuk i shfaqi për turistët, por
Po kështu banorët po thonë që po prishen ndërtime në emër të trashëgimisë, po prishen ndërtime që janë të trashëgimisë. Pra, banorët bien në një konkluzion të gjithë që ky projekt nuk ka qëllim rjetëzimin, apo zhvillimin, por grabitjen e pronës tyre, dhe se do ta mbrojnë atë me jetë. Ky ishte mesazhi nga Durrësi miq. Ne urojmë më të mirën për këta banorë që të mos shkohet në konflikt. Sikundër kemi thënë dhe në zonat të tjera, por nuk na ka dëgjuar kush. Madje ka patur dhe viktima atje ku kemi shkuar, sepse nuk kanë dëgjuar në kohë dhe në hapësirë për të ndërhyrë dhe për të parandaluar viktima. Nëse nuk ndërhyhet në këtë konflikt kaq thëmpret social, se nuk janë 1-2 familje, po janë me 10, mund të shkojë në një konflikt të ashpër social me jetë. Ne nuk duam që kjo të ndodhi. Ndaj dhe emisioni fol, sjell zërin e banorëve tek ju vendosni pastaj, ju i mbani edhe përgjegjësitë. Emisioni i radhës do të jetë në një zonë tjetër të Shqipërisë, kudo ne do shkojmë për të dëgjuar zërin e banorëve. Ky është misioni ynë. Të dëgjojmë banorët dhe ta sjellim zërin e tyre pa filtra. Nga pronat tona, duart lart 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 nga pronat tona. Miq, takojmë prenden tjetër, deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.